Me 114.000 maturantë janë votues për herë të parë në zgjedhjet e 11 majit, por disa prej të rinjve të intervistuar nga A2 CNN shprehen se nuk kanë interes për zgjedhjet dhe politikën. Madje një pjesë e tyre thonë se po presin provimet e maturës për t'u larguar më pas jashtë vendit. Friedrich Merz nuk arriti të fitonte shumicën parlamentare për të bërë kancelar në raundin e parë të votimit. Bundestagu ka 14 ditë afat për të zgjedhur Merz ose një kandidat tjetër për postin e kancelarit me shumicë të plot. Konservatorët e Merz fituan zgjedhjet kombëtare në shkurt me 28.5% të votave, por ka nevojë për të paktën një partner për të formuar një qeveri të shumicës. 80 vite pas luftës së dytë botërore, amerikanët dhe europianët besojnë se një konflikti tret global mund të ndodhë 5 deri në 10 vitet e ardhshme. Sipas një sondazhi të zhvilluar në prag të ditës së fitores në Europë, shumë besojnë se lufta e re pritet të shkaktohet nga Rusia dhe do të jetë edhe më shkatruese. Përshëndetje, mirë se erdhët në A2 sot, unë jam Andi Nuraj. Edi Rama në Librazh prezanton arritjet kyçe për sektorët më të rëndësishëm dhe sfidat e Shqipërisë 2030 në BE. Ndjek. Kjo është rritja e pagave, këtu jemi tek paga minimale. Sot e kishim 150, sot e kemi 400 euro, në janar të 2025, të 2026, në fali, do të bëhet 500 euro dhe brenda mandatit 4 do të jetë 650 euro minimalja të paktën. Vazhdojmë. Këtu jemi tek rritja e pagave në tërësi dhe ja ku është paga mesatare. 848 euro është paga mesatare e bashkuar sektori publik me sektorin privat. Vazhdojmë. Kjo është paga mesatare në sektorin publik, 1.000 euro, ndërkohë që ka qenë 370 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pensioni mesatar me vitet plota pune, që e kemi 300 euro, por ajo që ne e dim shumë mirë që është problemi kryesor është numri i madh i pensionistëve me një pension shumë të ulët. Dhe objektivi ynë është që brenda mandatit 4 të realizojmë që në Shqipërinë 2030 të mos ketë më asnjë pension nën 200 euro. Vazhdojmë. Ecim, s'ka problem, ecim. Këtu kemi një shifër që është, e kam sjell për herë të parë këtu në Librazh, janë 300 milion euro në vit që jepen për kompensime të tjera për pensionistët. Janë 80 milion euro për kompensime të ndryshme mujore. Janë 161 milion euro për bonuse të njëhershme. Janë 57 milion euro për rimbursim barnash. Vazhdojmë. Këtu vim të taksat. Kemi bërë një ndryshim si dita me natën me taksat. Kemi hequr taksën mbi pagën për 57% të punësuarve që nuk paguin asnjë taks mbi pagën, ndërkohë që pagunin të gjithë nga 10% më parë, dhe sot 93% të punësuarve paguajnë më pak se 10%, dhe nga kjo i kemi kursyer njerëzve që punojnë 145 milion euro në vit, që më parë i merrte qeveria si taks, ndërkohë ne ja kemi lënë arkës familjes tyre. Dhe në 10 vjet ato bëjnë 1 miliard e 450 milion euro që nuk i ka marrë qeveria, por ja ka lënë njerëzve. Vazhdojmë. Këtu jemi tek një raport që për ne, për Partinë Socialiste, për mua shumë i rëndësishëm, pabarazia gjinore, pabarazia mes burrave dhe grave. Kemi qenë të 83 në klasifikimin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, sot jemi në vend 23, sepse kemi shumë më tepër pjesëmarrje të grave në jetën publike, në jetën aktive ekonomike. Dhe po të ecim pak më tutje, kemi shkallën e papunësisë për gratë, e cila ka rënë dhe ajo nën 10%,
Vazhdojmë. Kemi pjesëmarrjen e grave në forcën e punës. Kur ne morëm detyrën, vetëm 50% e grave të afta për punë merrnin pjesë në forcën e punës. Sot janë gati 70%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek paga mesatare e grave, edhe ajo ka shkuar lart, është pak fare më e ulët se e burrave. Vazhdojmë. Këto janë investimet e huaja, edhe këtu në raport me rajonin kemi një rritje shumë të konsiderueshme të investimeve të huaja. Vazhdojmë. Këtu jemi tek eksportet. Këneta dhe ato kukumjaçkat e mbrëmjes në për pasqyrat e moçaleve televizive përsërisin që në Shqipëri s'prodhohet asgjë. Në fakt, eksportet janë një tregus i drejt për drejt se sa prodhohet e si prodhohet. Ne, kur morëm detyrën, kishim një Shqipëri që eksportonte më pak se 3 miliard euro, sot eksporton më shumë se 9 miliard euro. Është trefishi. Vazhdojmë. Këtu jemi tek biznesi i vogël, edhe dua ta përsëris atë që ishte krye socialisti Rama, i cili vazhdon fushatën elektorale këtë radhë në qytetin e Librazhdit, në qarkun e Elbasanit, ku ka prezantuar edhe arritjet e qeverisë së tij dhe se cilat do të jenë sfidat e Shqipërisë në vitin 2030. Ndërsa do zhvendosemi tashmë në KQZ, ku kreu i këtij institucioni, Lirian Celibashi, po do t'ju përgjigjet pikërisht dhe do t'ju japi zgjidhje, ndoshta shqetësimeve dhe kërkesave të Partisë Demokratike për votën e diasporës. Që nga nisja e procesit të shpërndarjes por dhe kthimit të zarfeve në Shqipëri nuk më rriti asnjë zarf nga diaspora shqiptare, duke marrë parasysh edhe të dhënat e përdicuara. Që të paktën nga vërtimi që kemi bërë ne deri të dielën jemi me të njëjtat shifra. Nga komunikimet që ju keni me DHL-n, cila ishte arsyeja e mos mbërritjes së këtyre zarfeve dhe sa zarfe presim që të vinë në Shqipëri, të paktën ditët e sotme ose nëse kanë ardhur më herët? Nëse keni vëre zakonisht ditën e hënë edhe të martë, numri i dërgesave është mjaft i ulët për shkak të ditës së shtunë dhe të diel, kur operatori i shërbimit postar kudo në botë ka një shërbim të reduktuar. Dhe dje kanë qenë 4 zarfe për të mbritur, po qendra e përpunimit të dërgesave postare të DHL-s në Leipzig ka preferuar që të mos nisi një avion të posaçëm vetëm për 4 dërgesa. Sot në drek ne do të kemi informacion se sa është numri i zarfeve që do të mbrinë sot në territorin e Republikës Shqipërisë, dhe procesin e përpunimit të këtij dokumentacioni ne fillojmë nesër në mëngjes. Më duket pyetet se sa është numri i zarfeve që presin të vinë sot apo në përgjithësi në total. Sot në drek do ta marrim këtë informacion, ndoshta në ora 14:00 diçka të tillë, pak a shumë. Zoti Celibashi, Ardit Hoxha, Euronews. Në media sociale, por edhe në komunikimet të ndryshme që kemi pasur mundësi të bëjmë gjatë këtyre ditëve me emigrantë të regjistruar për të votuar nga jashtë, janë raportuar një seri problematikash që kanë bëjmë më së shumti me shkeljen e protokollit apo të marrëveshjes që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka me kompaninë DHL. Sot që flasim, ka nisur nga KQZ ndonjë hetim administrativ apo ndonjë procedurë për t'i vërtetuar dhe për t'i provuar këto akuza, këto pretendime që janë të bëra dhe në media sociale nga emigrantë të ndryshëm, që bëjmë fjalë për shkelje të protokollit, fjala vjen për mos dorëzimin e fletës në dorë, për vendosjen e zarfeve ndoshta në pragun e shtëpisë apo për dhënien e personave të tjerë të pa autorizuar, pra çka janë jashtë protokollit dhe marrëveshjes së KQZ-s me DHL-n. Dhe nëse këto pretendime nga një hetim i mundshëm që ju mund të bëni vërtetohen, cilat janë penalitetet apo masat që mund të penalizojnë ose mund të vuajë kompania DHL në këtë rast? Ne kemi një marrëdhënie kontraktuale me këtë operator të shërbimit postar dhe ashtu sikurse çdo kontratë e cila ka
2 palë, apo dhe më shumë më njërë, do të vlerësohet në përfundim të afatit të kësaj kontrate. Dhe kur ky proces të përfundoj, ne do të ulemi me ballë për ballë me palën tjetër dhe do të shikojmë se sa dhe si ai e ka përmbushur këtë shërbim. Dhe në varësi të kësaj, ne do të vendosim edhe për përmbushjen e detyrimit ton për të paguar për këtë shërbim. Është eksaktësisht njësoj sikurse çdo marrëdhënie tjetër kontraktuale. Palët vlerësojnë se cila në interesin e tyre apo në kuptimin e tyre të kontratës, se si pala tjetër i ka përmbushur detyrimet të cilat ka marrë përsipër. Do të thënë është shumë herët për të dhënë gjykime dhe verdikte dhe për më tepër në këtë mënyrë në lidhje me atë se si DL e ka kryer shërbimin. Ajo çfarë ka rëndësi të thuhet në këtë moment është që ne kemi shënuar çdo gjë që sipas gjykimit dhe vlerësimit ton meriton të shënohet për të diskutuar kur të vi momenti me kontraktorin ton për atë çfarë thash më sipër. Kemi ndjekur dhe kemi marrë në konsiderat të gjitha shqetësimet që i kanë ardhur Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga parti politike, nga të gjitha krahët për procesin e shpërndarjes së fletëve të votimit, veçanërisht në Greqi. Kemi marrë informacion pra sa mund të merret ky informacion edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, por gjë rastin të ritheksoj edhe një herë dhe ja kam bërë me dije edhe përfaqësuese të gjitha partive politike të cilat kanë paraqitur sipas rastit shqetësim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ka vetëm një mënyrë e cila edhe nga pikpamja formale ligjore e detyron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të angazhohet për adresimin e këtyre problematikave. Problematikat janë individuale, edhe pse partitë janë plotësisht në të drejtën e tyre dhe biles do dua ti falenderoj për angazhimin që kanë patur në këtë proces, realisht pasin lloj dallimi. Por për ligjin, për marrëdhënie kontraktuale që ne kemi me operatorin e shërbimit postar, ne njohim atë çfarë vet individi i prezanton Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe të gjithë votuesit nga jashtë, duke qenë se janë të regjistruar në platformën PER, kanë llogarinë e tyre, lehtësisht ata mund të futen dhe të raportojnë problematikën që kanë hasur në lidhje me marrjen në dorëzim të dokumentacionit zgjedhor. Deri në momentin që ne flasim, janë 156 raportime në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, 156. Nga këto janë 90 raportime të cilat lidhen me atë që zarfi i DL-s është lënë në hyrje të banesës apo në kutinë postare. 90 ankesa të tilla, që përbën 57.69% të totalit të ankesave të paraqitura. Janë 21 ankesa sipas të cilave DL nuk pranon të vijë dhe të marrë zarfin mbrapsht. Pra, votuesit e kanë thirrur, i është përgjigjur operatori i shërbimit të DL-s kudo në botë, dhe ata kanë refuzuar për të shkuar dhe për ta marrë zarfin. Janë 9 zgjedhës të cilët kanë raportuar që në dokumentacionin zgjedhor nuk ju kanë mbritur fleta e votimit, prej të cilëve 8 prej të cilëve ne jua kemi ridërguar fletën e votimit, i 9 apo i 9 se nuk di ta them këtë, i është bërë me dije sot Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që nuk e ka fletën e votimit. 4 votues nga jashtë kanë paraqitur si ankesë faktin që nuk kanë marrë njoftim nga DL-ja për mbritjen e zarfeve, nuk kanë marrë mesazh as nëpërmjet numrit të telefonit dhe as nëpërmjet emailit. Janë 3 zgjedhës të cilët kanë raportuar dhe thonë që nuk e ka marrë akoma zarfin. Dhe janë 29 të tjerë të cilët kanë raportuar problematika të ndryshme. Ne këto ankesa kemi zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Po tek saj, sikur se thash, ne kemi adresuar çdo shqetësim qoftë edhe në mënyrë informale me WhatsApp, me mesazhe të përcjella nga përfaqësues të ndryshëm të partive politike. Kemi komunikuar në kohë reale me DL-n për t'i adresuar të gjitha problemet dhe shqetësimet që ne na janë bërë prezent. Diku këto shqetësime kanë rezultuar të vërteta, diku spekulative, po nuk është rasti që edhe unë të spekuloj tash për këtë gjë. Thjesht po prezantoj numrat edhe faktet. Kam edhe një pyetje të dytë, ndjes. Nëse do shohim tek shifrat se takon zarfeve, 245.935 është numri personave që u regjistruan dhe që janë zarfat e nisur pra të dalë nga Olympic Park, që ka përgatitur KQS-ja me stafin e DL-s. 144.000 janë zarfet që janë rikthyer, pra që kanë votuar emigrantët. Shifra 244.000 janë zarfet që janë marrë nga zgjedhësit. Pra mungojnë rreth 21.000 zarfe, të cilat ku ndodhen sot. Pse nuk janë dërguar këto 21.000 zarfe tek zgjedhësit e regjistruar? Jo, diferenca lidhet për faktin që nuk kanë britur akoma në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Jo, nga 245 në 224. Janë 245 që janë dërguar nga KQS dhe 224 që janë marrë nga zgjedhësit. Pra janë rreth 21.000 që nuk janë marrë akoma nga zgjedhësit në dorë. 21.000, rreth 21.000 zarfa, prej këtyre dhe më vjen mirë që të pyete se ka nevojë për një sqarim këtu. Janë zarfe të cilët nuk janë shpërndarë akoma. Domethënë, DL nuk ka mundur t'i shpërndajë akoma. Domethënë, o janë në zyrat e tyre, o janë në proces, janë në zyrat e DL-s. Prej tyre 11.000 janë për shkak të problematikave të lidhura me adresën, pra pasaktësi në adresë, pasaktësi në emailin e kontaktit dhe pasaktësi në numrin e telefonit. Pra shërbimi i DL-s ka 11.000 votues nuk kanë mundur t'i gjej, nuk kanë mundur t'i kontaktoj. Dhe do të thotë që këto 11.000 zarfa janë në zyrat e tyre. Për këta 11.000 të cilët ne e kemi pak a shumë informacionin. Për këtë arsye, përpara disa ditësh, ju kemi bërë thirrje votuesve që ata të cilët janë regjistruar, pra çdo njeri prej atyre 245.935 të cilët nuk e kanë marrë fletën e votimit, të interesohen pranë shërbimit të DL-s të vendit përkatës për t'i thënë që unë jam regjistruar, por s'kam marrë as mesazh telefonik, as mesazh nëpërmjet emailit në lidhje me zarfin e fletës votimit. Pjesa tjetër lidhet me ata votues që DL mund t'i ketë kontaktuar, nuk janë përgjigjur njoftimit apo mesazhit të DL-s dhe janë akoma në pritje deri në datën 8 në zyrat e DL-s. Normalisht ata do duhet të bëjnë të gjitha njoftimet, nëse nuk i kanë bërë, të bëjnë të treja tentativat, dhe ndërkohë dhe më pas do duhet të presin nëse vetë zgjedhësi do t'i kontaktoj. Pra kjo është. Nëse kishe fjalën për diferencën tjetër, ajo ka të bëjë me numrin e zarfave që sot të themi pritet të vinë. Po. Zoti Tribanqe, në lidhje me Zoti komisioner, referuar këtyre problematikave dhe pretentimeve të partive politike të cilat marrin pjesë në zgjedhje. A ka vënë për të kontestuar procesin e votimit nga jashtë dhe a rrezikohet legitimiteti i procesit? Jam i bindur 100% e jashtë çdo lloj interesi që më së pari lidhet me atë se çfarë është bërë për realizimin e këtij procesi, me punën, kohën, energjitë janë shpenzuar, por në mënyrë kategorike në gjykimin dhe në vlerësimin tim nuk mund të vjet në dyshim i integriteti i votimit nga jashtë. Është një proces te modestisë që nuk është realizuar në mënyrë perfekte dhe jo për shkaqe që lidhen me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por është një proces realizuar pa hezitim mund ta them shumë mirë. Gjykuar nga numra gjithmonë, pastaj gjithë secili mund të bëjë vlerësimin e vet. Ndoshta ne nuk jemi në terren dhe nuk dim shumë se çfarë ndodh, por nga ato çfarë vjen këtu tek ne,
qoftë nëpërmjet partive politike, qoftë nëpërmjet votuesve, ase si ky proces nuk mund të vjetë në diskutim. Po lexoja para disa ditësh në lidhje me procesin e votimit nga jashtë në Gjermani, edhe me gjithë respektin për standardin gjerman, pa diskutim, por atje diskutohet për humbjen e 40.000 votave, apo problemeve që patën në Austri së fundi, ku nuk u konsideruan fletët e votimit nga jashtë për shkak të problematika që lidheshin me zarfin që mbante fletën e votimit, pasi ngjitsi nuk zarfat ishin të hapur, nuk mund të ngjiteshin. Por respektoj mendimin dhe opinionin e gjithë kujt në lidhje me këtë çështje. Jo vetëm për faktin që e di shumë mirë se sa kontribut, dhe jo vetëm nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është dhënë për këtë proces, por edhe nga vetë partitë politike, nga organizata të ndryshme, dhe nga ajo se si është ky proces duke u zhvilluar, mendoj që meriton të vlerësohet i arrir dhe ka përmbushur qëllimin e vet. Në fund të fundit janë 124.783 deri tani votues, të cilët e kanë sjell fletën e votimit, janë 224.000 për 225.000 të cilët e kanë marrë. Janë numra të tregojnë që sistemi ka funksionuar, dhe po flasim për një sistem i cili është përgatitur një kohë shumë të shkurtër në mënyrë mekanike, merr zarfin A, fut fletën e votimit, fletët e votimit të palosura, nuk e ka bërë askush të që kemi bërë ne, vendos në zarfin B, përgatit në këtë set në atë zarfin e DL-s, pagesa ka shumë aspekte që ndoshta një ditë tjetër mund të flasim më gjatë për atë se si është bërë ky proces. Dhe nuk dua të them që problematikat nuk duhet të adresohen në çdo lloj mënyre, në rrugë administrative, në rrugë penale. Nëse dikush do duhet të japë llogari dhe të përgjigjet për çfarë nuk është bërë mirë, ne nuk kemi pikën e hezitimit për këtë gjë. Zoti Celibashi, për të vijuar pyetjen e kolegut dhe për të marrë me problematikat konkrete që ngrënë si shqetësim partitë politike. Për shembull, dje nga Partia Demokratike u denoncua se në Greqi ka pasur probleme masive që lidhen e para. Kompania DHL nuk ja ka dorëzuar zarfet në adres ashtu sikurse ishte parashikuar në fillim, dhe jo vetëm kaq, por emigrantët nuk arrin t'i marrin votat as në kompaninë postare, aty ku u janë kërkuar që të shkojnë dhe të marrin personalisht zarfet me fletët e votimit. Denoncimi ishte i tillë që emigrantët shkonin dhe nuk i gjenin zarfet e tyre dhe i kanë thënë që persona të tjerë të paautorizuar i kanë marrë këto zarfe në emër të tyre. Për shembull, në Greqi një tjetër rast ishte që 16 emigrantë kishin shkuar për të tërhequr fletët e votimit dhe nuk i kishin marrë dot sepse kishte marrë sërish një person në emër të tyre. Partia Demokratike e het akuza se janë njerëz të lidhur me Partinë Socialiste, por ajo që dua të di nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është se çfarë keni bërë ju për t'i konstatuar vërtetësinë e këtyre problematikave. Ju thoni që respektoni opinionet, por çfarë keni bërë për të verifikuar nëse janë fakte dhe denoncime konkrete nga emigrantët? Faleminderit. Kur respektojmë opinionet, aq më shumë jemi të detyruar të respektojmë faktet. Unë kam realisht gjithë respektin, sidomos për partitë politike të gjithë spektrit, pa përjashtim dhe për çfarë ato thonë. Por ajo çfarë merr rëndësi dhe ka peshë në gjithë diskutim është fakti. Mbi ato fakte që ne na e paraqitur, ne kemi marrë ato masa që do duhet të merrnim. Mundet të ketë që në rasti tillë, por çfarë do duhet të bëjmë? Unë nuk më vjen në mendje se çfarë do duhet të bëjmë. Ishte dikush, është njëri që bëri këtë vajta, tani nëse një zgjedhës nuk e ka marrë fletën e votimit, ka gjithë mundësinë për të raportuar vetë zgjedhësi. Është me vlerë që partitë politike bëhen zëdhënëse të shqetësimit të votuesve, por ajo çfarë ka rëndësi dhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur vërtet është që ky zgjedhës ose edhe vetë partitë paraqesin faktin që 1, 2, 3, 4, 5 apo 6 zgjedhës kanë shkuar dhe kanë ndodhur ajo të cilën ata e pretendojnë.
Te kësaj nuk e di se si ne, si institucion, apo dhe strukturat të tjera mundet të operojnë. Nuk është se ne kemi një fakt dhe nuk e kemi adresuar. Fakti, nëse qënë fakt që shiko, ka ndodhur kjo dhe thjesht e thënë. Komisioner, kam përshtypjen që është një fakt i dukshëm që protokolli juaj nuk parashikon asnjë filtr vërtetësie që zarfin e mori Siona apo Marcela. Ju kërkoni vetëm një nënshkrim. Dhe është ndërgjigje një postieri nëse ta kërkon apo jo kartën e identitetit. Po ju si KQZ nuk e kuptoni kur nëse karta ishte e Sionës, ajo që u paraqit dhe e mori Siona. Pra, një votuesi në Greqi që mund të thotë ju në perë që nuk e mora kartë, nuk e mora fletën e votimit, ju nuk keni se ta kuptoni e mori apo jo, se nuk keni se ta dokumentoni që kush e ka tërhequr fletën e tij, e para. E dyta, ju lutem, a mund ta shpjegoni pak më qartë çfarë ndodh me Greqinë, sepse është po pra fakt që presim 68.000 fletë votimi dhe kemi 23.000 fletë votimi. Ndërkohë që kryeministri, se ju sa keni njoftuar, ka thënë që sot nishut e Greqit mbyllet posta e të premten mbyllet për Greqinë një ishullore. A mund t'ju shpjegoni pak më konkretisht shqiptarëve të Greqisë si mund ta zgjidhin këtë? Tani, nëse çdo njëri prej nesh e ka patur një eksperiencë se si funksionon dorëzimi i dërgesave postare, e di shumë mirë që ka vetëm një mënyrë për të konfirmuar nëse një dërgesë postare për X person merret apo jo nga ky person. Është protokoll ndërkombëtar. Personi që merr dërgesën postare në dorëzim nënshkruan. Dhe ne kur të vi momenti për të vlerësuar nëse të themi Iliriani e ka marrë apo nuk e ka marrë, do të kërkojmë provat që e ka marrë apo nuk e ka marrë Iliriani për këtë. Është e vetmja mënyrë, unë nuk di mënyrë tjetër. Nëse dikush di një mënyrë tjetër, le ta bëjmë me dije. Nuk ka mënyrë. Po pra, po mund të vërtetohet kjo, është njësoj si çdo gjë tjetër, është çdo gjë tjetër si. Po kur mund ta bëj? Po voto. Po mirë, pse duhet ta marrë të mirëqenë këtë që thonë ju që ka ndodhur kështu? Unë by default, marrë të mirëqenë që protokolli ka funksionuar. Nëse dikush pretendon që kjo gjë nuk ka funksionuar, do duhet të paraqesi evidencën që po nuk ka funksionuar. Jo, ne kemi 1/3. Jo, të lutem, një sekond. Ne kemi 1/3 e votave, nuk është 1/3 e votave, është 60% e votave që kanë mbritur mbrëm. Por nuk e dim as për Greqinë se si ka ndodhur kjo gjë. Është e gjitha e thënë. Po cilat janë shifrat? Komisioner, kemi të regjistruar 68.000 nga Greqia, ndërkohë që ju keni raportuar në sistem që nga Greqia deri sot kanë mbritur vetëm 23.000 fletë votimi, që tregon që 1/3, më pak se 1/3 kanë mbritur aktualisht në Shqipëri. Dhe ditën dispozicion janë shumë pak. Italia ka shumë se gjysmën që kanë mbritur. Ndjesë, Siona, pse duhet ta themi këtë gjë? Ne këtë që thoni ju mund ta themi në orën 19:00 të datës 11 maj. Keni durim të presim deri në datën 11 maj në orën 19:00. Mund të jetë kjo situatë, mund të jetë ndryshe situata. Ne nuk mundet që të paragjykojmë procesin për ditët që kanë ngelur. Është shumë e rëndësishme që edhe nuk ka të bëjë fare me asnjë justifikimi në mënyrë absolute kjo gjë, por është shumë e rëndësishme që të ketë prova, nuk po them domethënse, po të ketë prova për çdo pretendim të ngritur. Dhe ka vetëm një gjë të cilën unë do duhet ta ritheksoj përsëri. Çdo votues nga jashtë i cili është ballafaquar me një problematik, është në mundësinë dhe në lirim për ta bërë të individualisht. Nëse do të spekuloja, do të thoja që në një shumicë rastesh të cilat ne na janë bërë me dije, kur kemi bërë verifikimin, kanë rezultuar spekulime të pastra. Ka raste kur ai thotë që unë vajta nuk e gjeta zarfin atje dhe kemi verifikuar që ai s'është fare i regjistruar. Edhe thot pastaj, pse nuk do votonin ne të gjithë votuesit nga jashtë? Po ky është një rast, nuk është përgjithësues. Për ditët që kanë ngelur, qëndron thirrja që ne kemi bërë publike. Për ata votues të cilët janë regjistruar dhe nuk kanë marrë asnjë komunikim, nuk kanë asnjë komunikim me DHL-n, duhet që të kontaktojnë DHL-n për faktin që pse ne jemi regjistruar dhe nuk na ka ardhur zarfi. Për ato arsye ka ndodhur kjo, më së shumti që unë shpjegova. Problematika me adresën
dhe problematika me numrin e kontaktit që këta votues kanë lënë dhe me adresën e emailit. Na raportohet nga DL që këta nuk i kontaktojnë dot, janë numra të cilat janë jo të saktë dhe nuk lidhen me zgjedhësin i cili do të duhet i dërgohet dërgesa. Ishte një pjesë nga konferenca për shtyp e krye komisionerit Ilirian Celibashi, i cili po u përgjigjet të gjitha pyetjeve lidhur me problematikën e votës së diasporës. Një vend ku vota është një nga të drejtat themelore të qytetarëve, edhe ata që ndodhen pas hekurave nuk janë plotësisht përjashtuar nga procesi demokratik, megjithse të dënuar apo të paraburgosur, jo të gjithë janë privuar nga mundësia për të shprehur vullnetin e tyre në kuti. Disa burgje hapin dyert për votim, të tjerat jo, dhe kufiri mes atyre që mund dhe atyre që nuk mund votojnë përcaktohet nga natyra e veprës penale, dënimi dhe statusi ligjor. Si funksionon e drejta e votës në sistemin penitencial shqiptar dhe cilat janë ata që ushtrojnë këtë të drejtë edhe në kushtet të privimit lirisë? Për të përgjigjur gjitha pyetjeve, kemi në studio gazetarin aty CNN Mario Brakaj. Mario, mirë se erdhe. Përshëndetje. Mario, përpara se të shkojmë te numri të dënuarve dhe të paraburgosurve, pyetja ime është, pra ata që janë me drejt vote, sa individ ka aktualisht në burgje? Po është kurrur numri, është kurrur paktën sipas dhënave nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Po, sepse kemi qenë ndër vendet, paktën në rajon dhe në Evropë me numrin më të lartë të burgosëve në raport me popullsinë rezidente, kemi pasur më të lartë edhe se sa vendet e rajonit, ndërkohë që të paraburgosur dhe të dënuar në burgje. Sipas drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, aktualisht janë 4.491 individ, prej të cilëve tashmë 1738 e kanë formën e dënimit, pra gjykata e ka dhënë një vendim dhe ata konsiderohen si të dënuar, ndërkohë që në pritje të gjyqit, pra kur do të bëhet, le të themi, edhe do të jepet masa, për ta janë 2753 individ. E drejta të burgosurve në fakt është e njohur në kushtetut, është një drejtë ndërkombëtare, ne kemi pasur edhe në atë sistem ku e drejta e votës në një farë mënyrë ishte diktuar, ose më saktë zgjedhja e votës ishte diktuar, kështu që numri ka qenë në rënje, do të shohim pas grafikisht edhe ata që kanë të drejtë për të votuar. Në fakt, kjo është pyetje e radhës, sa të drejtë nga këta kanë të drejtë për të votuar dhe duke e bërë një krahasim pra me zgjedhjet e kaluara të 2021-shit. Është interesante sepse në raport me vitin 2021 ka më shumë të burgosur me drejt vote, janë përkatësisht 3036, ndërkohë që në vitin 2021 ndonse ka pasur më shumë të dënuar dhe të paraburgosur në burgje, ka pasur 5671 të dënuar dhe të paraburgosur, ka pasur vetëm 2670 të tillë që kanë pasur drejt për votë, që do të thotë që shumica atyre të cilët ka qenë të dënuar në vitin 2021 në zgjedhjet e prillit kanë pasur forma të dënimit të rënda, kështu që kanë qenë të përjashtuar. Ndërkohë që janë 3036 qytetarë me drejt vote, të cilët do të votojnë në 11 maj, do të hapen KZAZ-t edhe në qendrat do të hapin qendra votimi edhe në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale në përburgje, do ta shohim pas edhe grafikisht gjeografinë se si shpërndahen këto. Pjesa më e madhe e këtyre 3036 individëve të cilët kanë të drejtën e votës janë të paraburgosur, pra janë individë të cilët janë në pritje të një vendimi nga gjykata, ndërkohë që pjesa tjetër janë të dënuar për vepra penale kryesisht lehta. Vjedhje, kanabis, pra janë individë cilët kanë marrë dënim për këto vepra, le të themi, që janë edhe ato që përbëjnë pjesën më të madhe të dënuarve në burgje aktualisht. Mario, cilat janë kriteret ligjore që të shojnë në pezullimin e votës të dënuarve apo edhe të paraburgosëve? A ka mekanizma përpara zgjedhjeve që mund të ndryshojë ky vendim? Po për politikanët si është? E drejta e votës është një drejtë kushtetuese, por sigurisht çdo liri ka edhe një kufizim në momentin kur ato drejta, le të themi, kur dikush ka kryer vepra të rënda penale, kur ka kryer vrasje, kur ka bërë grabitje me dhunë apo forma të ndryshme të veprave penale, siç janë edhe klasifikimi në grupe të kriminale, të dënuarit të cilët kanë një vendim gjykate për dënim mbi 10 vite, apo të dënuarit për krime seksuale, të dënuarit me vendime të huaja, pra nëse kanë marrë një gjykatë italiane, gjermane apo nga cili do shteti tjetër ka dhënë vendimin, automatikisht ndonse qytetar shqiptar, ndonse me shtetësi shqiptare,
penale, e drejta e tyre sankcionuar në kushtetut, ata e humbasin përkohësisht. Sigurisht në momentin që dalin nga burgu, në momentin që vojnë dënimin, atyre ju rikthehet e drejta për të votuar, por deri në këtë momente janë të përjashtuar. Ndërkohë që votojnë, kanë drejtën për të votuar të baraburgosurit, të dënuarit për vepra të lehta penale, shpërndarësit e lëndëve narkotike, sigurisht formave të lehta, sepse mund të konsiderohet si dikush që shpërndan kokainë apo trafikon kokainë, por nuk konsiderohet një vepër e tillë. Në regjim gjysmë të hapur janë ata të cilët shkojnë në burg, sigurisht që kjo është një formë relativisht më pak e përhapur në Shqipëri, ku kryejnë, le të themi, edhe punë gjatë ditës dhe më pas mbrëmjen e kalojnë në burg, ndërkohë që janë edhe personat që kanë marrë falje nga presidenti, ka pasur 274 tillë ndër vite, sigurisht që nga presidenca, kanë qenë veçanërisht gra, është ajo le të themi amnistia që përgjithsisht bëhet në fund vit për veprat penale, ata që kanë marrë faljen nga presidenti në një farë mënyre, jo në një farë mënyre, por e gëzojnë totalisht drejtën për të votuar dhe të miturit e dënuar penalisht. Dikush do të pyes, të miturit nuk votojnë se janë në 18 vjeç, por janë ata të mitur të cilët le të themi janë dënuar ose janë burgosur kur kanë qenë 16-17 vjeç dhe pasi ka kaluar koha, ata kanë mbushur tashmë moshën për të votuar dhe duke qenë se në kohën kur kanë kryer veprën penale kanë qenë të mitur, por tashmë janë të rritur me të drejtë për të votuar, atyre ju njihet e drejta dhe 11 maj mund të votojnë në atë qarkun ku do jenë duke vojtur dënimin. Nga cilat qytetet do të votohet nga burgjet dhe si ndikon kjo shpërndarja gjeografike e të burgosurve me drejt vote? Jordan Misja në Tiranë përbën pjesë më të madhe, rruga e burgut që ne njohim rëndom, aty ku qëndrojnë të paraburgosurit, kemi edhe ish presidentin e Republikës që do të votoj, po sigurisht që për të nuk ndryshon shumë sepse ai tashmë ka pasur aty rrotull qendrën e votimit, kështu që edhe zoti Meta do të votojë prej andej. Në Fier kemi numër të konsiderueshëm, veçanërisht me hapjen e burgut të ri në hyrje të qytetit të Fierit, 16% e asaj shifre 3036 që tham do të votojnë nga burgu i Fierit. Në Pojsk, që është burgu i grave, gjithashtu përbën 3%. Në Rogozhin ne kujtojmë edhe prillin e vitit 2023 dhe më pas përsëritjen që ndodhi në qershor të zgjedhjeve në Rogozhin, ku Edison Memolla u shpall fitues me 21 vota dhe më pas patëm nismën Shqipëria bëhet ndjes bashkëfitojmë që kundërshtoi vendimin për shkak se u konsiderua se ata ishin të burgosur jo rezident, por ishin le të themi të ardhur nga qarqet e tjera, dhe pas zgjedhjet u përsëritën dhe kandidati i Partisë Socialiste fitoi me zotin Shkëlqim Hoxha me indiferencë konsiderueshme votash, 9%. Prandaj për të përgjigjur edhe pyetjes se ndonjëherë edhe vota e burgut ndonse konsiderohet si le të themi e pakët në raport me totalin, sepse janë 3036 votues nga totali prej 3.7 milion votuesish me drejt vote. Në Lushnjë gjithashtu, në Kosovë të Lushnjës 5%, në Burrel, në burgun e Burrelit përbën 5% të totalit, në Peqin, ndonse në Peqin le themi ka një karakteristikë sepse përgjithsisht janë të dënuar për vepra të rënda penale, por ka dhe individ cilët vojnë dënimin atje, ndërkohë që të gjithë të dënuarit me burgim të përjetshëm humbasin atë të drejtë dhe në Peqin ka një numër të konsiderueshëm të tyre, po gjithsesi në Peqin përbën 12% e totalit, në Fushkruj, në burgun e Fushkrujës 4%, në Korçë, në Kavaj 5%, në Durrës 8%, në Shkodër dhe në Vlorë. Në burgun e Fierit do të kemi edhe zotin Saljani, i cili vuan dënimin atje, pra ish deputeti i Partisë Demokratike, i cili për shkak edhe të përkufizimit ligjor, ndonse sigurisht që zoti Saljani do duhet të votonte në Tiranë, por për shkak se po vuan dënimin në qytetin e Fierit, ai do duhet të votoj partinë dhe një prej kandidatëve, sigurisht në këtë rast do të ishte të koalicionit Shqipëria Madhështore në qytetin e Fierit. Pra, kjo e vlen edhe për zotin Veliaj në Durrës, i cili do të votojë nga paraburgimi i Durrësit, por që do duhet të zgjedh në listën emërore të kandidatëve për qarkun Durrës. Pra, një burgosur, ndonse mund të jetë nga një qytet i çfarëdoshëm, ai duhet të votojë për listën emërore të kandidatëve në atë qark që ndodhet. Dhe njëherë ta vlen edhe për zotin Çyrbja, i cili është në burgun e Durrësit. Pra, gjithë politikanët të cilët aktualisht për shkak vendimeve, procedimeve nga SPAK dhe vendimeve të dhëna që ndodhen në këto burgje do ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës për listën emërore të kandidatëve në atë qark. Ka një pyetje të fundit, ne e cekëm fakt kush mund të votojë dhe kush jo, por për ta shëlluar akoma më shumë. A mendon se ndarja aktuale ligjore, për shembull, ku para burgosur dhe ata për vepra të lehta mund të votojnë,
ndërsa dënuarit për krime seksuale apo trafik droge nuk votojnë. Kjo është e drejtë dhe në përputhje me ligjet ndërkombëtare? Po, kjo është një e drejtë në përputhje me ligjet ndërkombëtare dhe sankcionuar dhe në fakt janë 1357, pra në kolonën e fundit shohim 1357 të dënuar që ndodhen aktualisht në burgje, të cilët kanë humbur të drejtën e përkohshme të votës. Pra e thamë që janë ata dënuar të cilët kanë kryer vepra të rënda penale, krime seksuale, përfshirje në grup të strukturuar kriminal, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre tashmë ka një vendim gjykate, pra i është dhënë dënimi 1294 të tillë janë të dënuar me vendim të formës prerë, të cilët e kanë humbur përkohësisht, sepse në momentin që do shlyejnë dënimin sigurisht që do ju rikthehet edhe drejta për të votuar, ndërkohë që të arrestuar, të cilët qëndrojnë si të paraburgosur, në këtë rast kemi një pjesë konsiderueshme edhe të atyre politikanëve të cilët janë të arrestuar, sigurisht që e gëzojnë të drejtën e votës. Një pjesë tjetër e konsiderueshme të dënuarve janë ata ish zyrtarë, cilët janë prekur nga ligji i dekriminalizimit me le të themi ndryshimet ligjore të bëra në kuadër edhe të reformës në drejtësi. Gjithkush ish funksionar i cili ka pasur një pozicion të caktuar në administratë vendore, qendrore apo në çfarëdo lloj pozicioni në kabinet qeveritar, i cili ka një vendim të formës prerë nga një prej gjykatave të vendit, automatikisht ai për shkak të ligjit të dekriminalizimit e humbet të drejtën për të ushtruar për të votuar në zgjedhjet e 11 majit dhe jo vetëm, të paktën le të themi për kufizimet ligjore deri tanishme, e drejta e tij është e pezulluar deri në momentin që ai le të themi të vojë dënimin dhe të në një farë mënyre të jetë një qytetar i lirë dhe larg përgjegjësive ligjore. Mirë, kemi mësuar gjithçka. Të falenderoj Mario që ishe në aty sot. Drejtori Drejtorisë Policisë Rrugore Altin Qato po mban një konferencë për shtyp në këto momente për informimin e qytetarëve në lidhje me bllokimin e akseve rrugore me rastin e aktivitetit Giro d'Italia. Cili është mbas restorant Pjacës. Më datën 9/5/2025 do të ketë kufizim për parkim gara 05 dhe bllokim të qarkullimit nga ora 11 deri në 13:30 në interarin e garës si më poshtë. Kjo përfshin rrugën nga Nisja deri në dalje të qytetit. Ka të bëjë me rrugën 9 Marsi, rruga Ignatia, segmentin nga rreth rrotullimi Kishës Ortodokse deri te rruga Taulantia Otelarvi, Torre Veneciane, bulevardi Epidam, sheshi Liria, rruga Aleksandër Goga, deri te mazolumi i dëshmorëve, rruga Dëshmorëve, rruga Adria, rruga Urre dhe Elanit, rruga Pavarësia, kanali Kavalishencës, rruga e re e portit. Pra këto janë akset rrugore të cilët kanë bënë brenda bashkisë Durrës, se të cilët janë kufizuar nga ora 11 deri në 13:30. Bllokimi i rrugëve interurbane për etapën e parë, pra të datës 9, ka të bëjë me bllokimin e aksit rrugor Plepa, Bishti Zhurit, Peqin, Bradashesh, Gracen, nga ora 11:30 deri në 15:30. Ky është aksi në këto ora të bllokuar, por duhet sqaroj që mbasi kalon gara, rruga hapet për përdoruesit e rrugës, por gjithmonë në sensin që është garusit, jo përballë. Bllokimi i akseve rrugore urbane në Tiranë, po të etapës parë. Dhe këtu është ndalimi i qarkullimit 2 orë para kalimit të garuzëve në të gjithë itinerarin e etapës. Bllokimi fillon nga ora 13:00 deri në 18:00 në të gjithë itinerarin e kësaj etape. Dhe përfshin rrugën Fshati Gracen deri te rrethullimi i Tregut, rrethullimi i Tregut deri te rrethullimi i Santoriumit, rruga Elbasanit, rruga Baramcuri, Ali Shefqeti, Aledin Frashëri, rruga e Xhekrit, Muhamet Deliu deri te rrethullimi i Freskut. Rruga Sotir Çaçi, Xhafize Keko, rruga Arkitekt Kasemi, Jean d'Arc, dëshmorët e kombit, rruga në brendësi të Gardës së Republikës, segmenti i rrugës mbrapa Pallat të Kulturës, rruga katër dëshmorët e katër shkurtit. Ky është aksi që përfshin itinerarin e Tiranës. Do të sqarojmë pak blloqet e banimit të cilët kanë akses të kufizuar në këtë datë, pra datës 9/5. Pjesë e banimit në rrugën lidhëse në rrugën Papa Gjon Pali 2 nuk kanë akses për të darë pas orës 13 deri në 18. Rrugët e Andre Vishima, Asim Zeneli, Themisokoli Gërmeni, Ismaili Qemali, Mustafa Motoriti, Jul Varibova dhe Fatmira Xhiu. Zona e Pazarit të Ri, Hoxha Trasim nuk kanë akses për të lidhur me bulevardin Jean d'Arc, por kanë akses vetëm në rrugën e Dibrës, Farmacia 10 dhe dalin në autostradën lindore. Zona e qytetit Studentit, Gjena, Shkolla e Baletit, Ish Tregu Elektrik, Ali Demi kanë akses për dalë në rrugën Pasho Hysa dhe në rrugën Pjetër Buti, që kanë akses me rrugën Agush Gjeqevica, e cila ka dalin në unazën lindore. Zona e Kodrës Spirtit nuk ka akses për të dalë nga perimetri mbas bllokimit të aksit rrugor, pra nga ora 18 deri në 18. Zona e Tiranës së Re dhe bloku kanë dalin në rrugën Kristo Luarasi, Diga e Liçenit dhe dalin në Selit.
Zona e rrugës së Muslimshyrit, rruga e Kavajës do të kenë akses dali për në rrugën e ambasadave në drejtim të bulevardit Zogu Par dhe rruga Minepeza. Etapa e dytë është etapa që quhet Tiranë-Tiranë, është etapë kronometrike dhe zhvillohet në datën 10/5/2025. Nga ora 08 deri në 11 do të ketë lëvizje të kufizuar dhe nuk do lejohen parkime në segmentet rrugore. Zogu Ujzi dhe itinerari rruga Durrësit, rruga Fortuzi, rruga Dervisha Dixhe, rruga Barikadeve, rruga mbas Pallatit të Kulturës, kjo ka të bëjë me aksin rrugor që afrohen ekipet për të sheshit Skënderbej. Pra është vetëm e kufizuar. Ndalimi i qarkullimit të automjeteve me parashtim të mjeteve të emergjencës dhe policisë shtetit nga ora 10 deri në 18 të datës 10/5/2025 në gjithë itinerarin etapës 2, e cila përfshin nisje nga sheshi Skënderbej, rruga Urani Pano, Delgjo Luli, Ibrahim Rrugova, dëshmorët e Katëshkurtit, Gjeq Fishta, Mohamed Gjolesha, Bajram. Ishte policia e shtetit që po publikon në këto momente masat e marra për Giro d'Italia në ciklizëm, 3 etapat e para të së cilës do të zhvillohen në Shqipëri. Udhëheqësi konservator gjerman Friedrich Merz nuk arriti të fitonte shumicën parlamentare të nevojshme për të bërë kancelar në raundin e parë të votimit. Merz, 69 vjeç, i cili udhëheqi konservatorët e CDU-CSU në fitoren e zgjedhjeve federale dhe në koalicion me socialdemokratët e Qendrës Majt, fitoi vetëm 310 vota në dhomën e ulët të parlamentit. Atij duheshin 316 vota për të siguruar shumicën. Dhoma e ulët të parlamentit ose Bundestagu ka 14 ditë afat për të zgjedhur Merz ose një kandidat tjetër për postin e kancelarit me shumicë të plotë. Konservatorët e Merz fituan zgjedhjet kombëtare në shkurt me 28.5% të votave, por kanë nevojë për të paktën një partner për të formuar një qeveri të shumicës. Të 10 vite pas luftës së dytë botërore, amerikanët dhe europianët besojnë se një konflikti tret global mund të ndodhë 5 deri në 10 vitet e ardhshme. Sipas një sondazhi zhvilluar në prag të ditës fitores në Europë, shumë besojnë se lufta e re pritet të shkaktohet nga Federata Ruse dhe do të jetë edhe më shkatruese. 80 vite pas luftës së dytë botërore, amerikanët dhe europianët besojnë se një konflikt i tretë global edhe më shkatërues mund të shpërthejë brenda një dekade për shkak të tensioneve me Rusinë. Në këtë përfundim ka arritur një sondazh YouGov i realizuar pikërisht në prag të 80 vjetorit të ditës së fitores ndaj Gjermanisë naziste. Shumë besojnë se ngjarjet e ndodhura para dhe pas luftës së dytë botërore janë të rëndësishme edhe sot dhe duhet të sillen në vëmendje të brezave të rinj. Mes 41% deri në 55% të intervistuarve në 5 vendet e Europës perëndimore, Britania e Madhe, Francë, Gjermani, Itali dhe Spanjë, thanë se një luftë tjetër ishte shumë e mundur ose e mundur brenda 5 deri në 10 vitet e ardhshme. Pikpamje kjo e ndar edhe nga 45% e amerikanëve. Shumica e tyre thanë se presin që konflikti i ri të përfshijë armë bërthamore dhe se lufta e tretë do të çonte në më shumë humbje jetësh se sa ajo në vitet 40. Pjesa më e madhe nga 66% në Itali, në 89% në Britani, thanë se presin që vendi i tyre të përfshihet në një luftë të tillë, por vetëm pak prej tyre besojnë se forcat e armatosura do të jenë në gjendje të mbrojnë. Në ndryshim, 71% e amerikanëve kanë besim në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Rusia shihet si shkaku kryesor për një luftë të tretë botërore, nga shumica e qytetarëve në Europën perëndimore dhe SBA, e ndjekur nga terrorizmi islamik. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka publikuar një video në cilën u përgjigjet pyetjeve nga zyra e tij e shtypit, duke ju referuar vendimit për të filluar pushtimin total të rripit të Gazës. Jemi në prag të pushtimit masiv të Gazës, tha Netanyahu, duke theksuar gjithashtu edhe zhvendosjen e popullsisë në atë zonë. Natën e kaluar u ulëm bashkë me kabinetin e luftës. Deri vonë dhe vendosëm intensifikimin e një operacioni total ushtarak në rripin e Gazës. Ky ishte rekomandimi i shefit shtabit të ecim përpara për shkatrimin Hamasit. Ai beson se kjo do të ndihmojë në shpëtimin e pengjeve gjatë operacionit. Unë jam dakord me këtë vendim. Nuk do të heqim dorë nga asnjë kërkesë jona dhe nuk do të dorëzohem përpara asgjëje. Kjo është ajo që po bëjmë. Nuk do të flasim për detaje sepse kemi folur në detaje për këtë çështje. Çfarëdo që të bëjmë për pengjet dhe çfarëdo duhet bërë për mposhtjen e Hamasit. Një gjë duhet jetë e qartë, nuk do të hyjmë dhe të dalim nga Gaza vetëm për shkak të mobilizimit të rezervistëve. Ne do të dalim nga ato territorë sapo të kemi kryer bastiset e nevojshme. Ky është qëllimi ynë. Pas vendimit të Benjamin Netanyahu për rifillimin e sulmeve intensive në Gaza, ka ardhur edhe reagimi i Hamasit. Në një prononcim për AFP, një zyrtar i lartë i Hamasit
tha se grupi nuk ishte më interesuar për bisedime të armëpushimit me Izraelin. Nuk ka kuptim përfshirja në bisedime apo shqyrtimi i propozimeve të reja të armëpushimit për sa kohë që lufta e urisë dhe lufta e shfarosjes vazhdojnë në rripin e Gazës, tha Basem Naim për AFP, duke i kërkuar bashkisë ndërkombëtare të ushtrojë presion ndaj qeverisë Netanyahu për t'i dhënë fund krimeve të urisë, etjes dhe vrasjeve në Gaza. Administrata Trump po ndërmerr gjithnjë dhe më shumë veprime kundër universiteteve që nuk duan t'i përmbahen udhëzimeve të saj. Konflikti që ka nisur Trump ndaj universitetit elitar të Harvardit ka shqetësuar komunitetin e studentëve në SBA. Në lojë janë afro 9 miliardë grande federale, të cilat pritet të pezullohen nga administrata amerikane. Tashmë është zyrtare. Administrata Trump do të bllokojë Universitetin e njohur të Harvardit nga e drejta për të marrë grante të reja kërkimore nga qeveria federale. Në këtë mënyrë pritet të përshkallëzohet më tej sulmi ndaj universitetit elitar. Sekretari i arsimit të Linda McMahon i ka dërguar një letër presidentit të Harvardit duke deklaruar se universiteti nuk është i kualifikuar për asnjë grant të ri nga qeveria federale derisa të demonstrojë menaxhim të përgjegjshëm. Vendimi është sulmi më i fundit nga presidenti i SBA-s kundër Harvardit dhe universiteteve të tjera elitare, të cilat ai i ka akuzuar për promovimin e politikave progresive dhe nxitjen e një kulture zgjimi dhe proteste nëpër kampuse. Arsyeja dhënë ishte se universiteti me selinë në Cambridge të shtetit të Massachusetts përfiton masivisht nga mbështetja shtetërore, por nuk i përmbahet rregullave federale, ndërsa në të njëjtën kohë ka miliarda dollar asete që janë pothuajse të pataksuara. Javën e kaluar, Trump tha se do ta hiqte statusin e Harvardit si të përjashtuar nga taksat. Ai pa të njoftuar plane për të hequr më shumë se 2.2 miliardë dollar fonde federale nga universiteti, duke bërë atë të nisë veprime ligjore kundër administratës. Në letrën e saj, Linda McMahon akuzon universitetin për dështimin e menaxhimit, të antisemitizmit në kampus, tolerimin e diskriminimit, braktisjen e rigorozitetit akademik dhe mungesën e diversitetit të pikpamjeve. Megjithatë, ndryshe nga universitetet e tjera, Harvardi refuzon të përmbush kërkesat e gjera nga Washingtoni, të tilla si ato në lidhje me procedurat e pranimit, kodet e sjelljes dhe vendimet për personelin. Pasi universiteti hodhi poshtë kushet përkatëse, qeveria ngriu fondet e konsiderueshme. Sipas mendjave amerikane, në lojë është një financim qeveritar me një total për rreth 9 miliardë dollarësh. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit mban një aktivitet në kuadër të 620 vjetorit të lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Luela Miftarin e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Luela, të përshëndes. Në këto kohë kur politika merr gjithë vëmendjen, çfarë synohet përcillet përmes këtij aktiviteti kushtuar heroit ton kombëtar? Një aktivitet në fakt i kushtuar heroit kombëtar, por pa diskutim me notat historisë të zbulimeve të fundit në për arkivat e kudo botës të ndodhura për heroin ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, sigurisht një aktivitet i cili mbahet sidomos për të rinj në mënyrë që të njihen me figurën e heroit ton kombëtar, por për te mitit, me fakte historike të cilat pa diskutim janë edhe pjesë e historisë rishkruar të Akademisë të Shkencave. I ftuar në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit për të bërë këtë bashkëbisedim me të rinj, ka qenë historiani i njohur Pëllumb Xhufi, i cili ka nxjerrë detaje të reja, po njëkohësisht edhe ato më pikantet që e bëjnë thuajse të afrueshme dhe një figurë model për të rinjt e sotëm, pikërisht heroin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Një aktivitet kushtuar këtij heroi pa diskutim përbashkues për gjithë shqiptarët edhe për te kufive të Shqipërisë, një aktivitet i cili vjen në kuadër të 620 vjetorit të lindjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sigurisht mes debateve të shumta do duhet të njohim për te mitit Gjergj Kastrioti Skënderbeun përmes fakteve historike, dhe ky është misioni që ka pasur sot Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit bashkë me historianin Pëllumb Xhufi, të cilin pa diskutim do ta sjellim edhe përmes një kronike në edicionet e mëvonshme në A2 Sjenan. Mirë, Luela Miftarit, falenderoj për raportimin. Kemi ardhur në fund të A2 sot, si ju kujtoj për zhvillimet më të reja. Na ndiqni në faqen tonë zyrtare a2cnn.com. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshim.